Pse dashuria është një koncept kaq i vështirë? Po marrim disa fjalë dhe nocione dhe emocione të ngjashme me të. Në rast se një ndjesi bëhet e tillë që vazhdimisht kërkon konfirmim dhe i vesh pasion, i vesh emocionin e dashurisë, në themel është një nevojë, një pasiguri e cila nuk është adresuar në mënyrën dhe në vendin e duhur. Në rast se duhet të plotësosh vazhdimisht gjëra për tjetrin që ta fitosh dhe duhet të jesh gjithnjë i kushtëzuar për tjetrin, ose ti vendosësh ti kushte tjetrit vazhdimisht, përsëris kemi dashuri, kemi një emocion toksiteti dhe një ndjesi paqartësie dhe mungesë shëndeti emocional vetjak. Në rast se në një situatë tjetër personi përpiqet vazhdimisht të japi maksimumin, të sakrifikojë maksimumin me qëllim që t'i vërtetojë tjetrit se sa i mirë është, se sa bën për tjetrin, se sa realisht është aty, çado që t'i bëj, të shkeli veten për tjetrin, është një humbje radikale vetrespektit dhe një ofrim total për t'u dëmtuar nga pala tjetër. Dashuria vetvetiu bëhet shumë e vështirë se kërkon që së pari të ketë balancë, të ketë gjithnjë një përpjekje dyanshme nga të dyja palët që duan njëri tjetrin dhe të jenë gjithnjë në përpjekje të vazhdueshme, sigurisht herë njëri më shumë, tjetri më pak, por gjatë gjithë kohës në mundim për të balancuar me njëri tjetrin. Kjo ndodh edhe me veten tonë, kjo ndodh edhe me njerëz të tjerë. Vazhdimisht duke tentuar të vetë rregullohemi që të rregullojmë raportin. Kujdes, raportin, jo tjetrin. Sigurisht, neve nuk mund ta duam tjetrin në çdo gjë që mund të na bëjë dhe të mos ndihemi, por ne duhet ta shprehim atë që neve duam nga tjetri, ta shprehim si nevojë personale, jo t'i vëmë të rrëdojmë gishtin që ti bën këtë gabim, ti je kështu, ti je ashtu, dhe në fund fare ne t'i kërkojmë në një farë mënyre një lloj dashurie. Por të jemi aty për ta shprehur me mirëbesimin e plot që tjetri mundet të na ndihmojë dhe sigurisht të korrigjojmë dhe të vetë korrigjohemi dhe ndërkohë që tjetri vetë korrigjohet që diku në mes të vetë korrigjimeve të rigjendemi me palën tjetër. Është shumë e domosdoshme pra të mos ngatrohen varësitë, toksitetet, manipulimet me atë që ne quajmë dashuri. Dashuria në çdo raport është e pastër dhe është e lehtë, është e thjeshtë. Pra nuk ka komplikime të cilat e vendosin tjetrin të ndihet në pasiguri, në frikë, në posedim, në inat, në konkurrencë. Ndryshe, nuk kemi dashuri. Duhet të jetë pra e thjeshtë dhe e lehtë, të mos të vendosi të ndihesh me veten se je i pamjaftueshëm, se nuk bën, se nuk kuptohesh, se diçka shkon keq me ty. Dhe sigurisht nuk ndihesh as i tepërt dhe as i keq trajtuar. Shumë e rëndësishme kjo. Dhe kujdes, kjo gjë mund të ndodhi në cilin do raport, si ai prind fëmijë, si ai vëllezër, motra, të afërm, miq dhe kushdo tjetër.